Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdërojmë, qojmë salavat e selam me pejgamberit e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersin e radhës në sire. Javën e kaluar kemi shpjeguar apo kemi arrit tek përmbyllja, përfundimi i betejës së Hunenit edhe Tebukut, edhe kthimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Gji'rane, pra vendi aty ku i kishte lanë pasurinë e luftës edhe robrit, edhe kemi shpjeguar edhe shpërndarjen edhe që e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe të gjitha ato zhvillime të cilat kanë ndodhur dhe mënyrën se si e ka shpërndar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se si nuk kishte lanë për veti kur gjë. Megjithse e dini sipas ndarjes, ashtu që u shkallëzon, ka edhe ajete Kuranit në Kuranin famlar që 1/5 i ka taku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka dhënë 1/5, megjithatë edhe atë e ka shpërndar dhe për veti nuk ka lanë kur gjë. Edhe në këtë rrethane kemi përmend edhe shembullin edhe ngjarjen me ensarët. Dhe është një nga ngjarjet shumë mallëngjyse që kanë ndodhur në këtë rast. Pra e kemi shpjeguar edhe këtë ngjarje, më duket, në përgjithësi. Në fakt, në krejt këtë zhvillimin mund të themi që pakënaqësi nga në shpërndarjen apo ndarjen e pasurisë kemi pas janë kanë 3 kategori të njerëzve, mundem me thonë në përgjithësi, që po du me bë këtë klasifikim me e kuptu se në Islam shumë është e rëndësishme piknisja e qëllimit edhe synimit në zemër. Kategoria e parë ishte ensarët, të cilët kanë kushtimisht e kanë manifestuar një lloj mërzie dhe nga ajo se pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ja u ka nda aty në pasurinë apo pasurinë e luftës, po ja u ka nda banorëve të Mekës me synim të afrimit në fe edhe thirrjes së tyre. Dhe një grup i ensarëve kemi thënë që kanë ndi veten keq, apo pastaj e dim se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku aty edhe ka biseduar me ta, edhe kjo ndodhi, kjo ngjarje që në fakt i kemi shpjeguar herën dersën e kaluam, është një nga ngjarjet më të jashtëzakonshme dhe më mallëngjyse që tregon atë lidhjen e fortë që ka pas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me muslimanët e parë, me sahabët e parë, me muhaxhirët edhe ensarët. Edhe këtu manifestohet ajo dhe e kemi parasysh se çfarë ka ndodhur në përgjithësi, dhe pakënaqësia e tyre është kuptuar dhe ata e kanë pas parasysh synimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë qenë të kënaqur me këtë ndarje për arsye se janë kanë gjendje jo me heq dorë nga kjo pasuri, po me heq dorë ndoshta nga fëmijët e tyre, nga gratë e tyre, nga shtëpitë e tyre, nga jeta e tyre, vetëm me qenë së bashku me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë e kanë manifestu edhe e kemi shpjegu këtë ngjarje javën e kaluar. Një grupi tjetër i njerëzve kanë qenë ata disa të pakënaqur, të cilët kur e ka shpërndar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasurinë, pra këta kanë qenë me thonë kushtimisht beduinët, të cilët faktikisht një numër i tyre kanë marrë pasuri, një numër i tyre kanë qenë ende nuk i kishte nda pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashtu siç duhet, pra shumë kanë qenë me thon kushtimisht kanë synuar me marr shumë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, saqë ju kanë afruar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam aq shumë, aq afër, edhe aq i kanë bë pra e kanë shtyp pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, saqë tregohet që e kanë pështet në një kodër, edhe i ka ra edhe gjybja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po me ta është sill mirë gjithashtu. Për arsye se i ka arsyetuar për shkak të ignorancës së tyre, mosnjohurisë së tyre, edhe i ka thonë, dëgjoni, ka thonë që asnjë sasi, asnjë pasuri sa të vogël nuk do ta la për veti. Kë do ta hodha juve, kë do ta shpërndaj. Prandaj edhe përmendet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që la tajuduni bakhilan wala jabbanan wala kadhaban, që mos u ngutni se do ta shpërndaj krejt pasurinë dhe nuk do të më gjeni që do të jem kopras ndaj juve,
as që do t'jem frigacak, as që do t'ju mashtroj, që me thonë me lanë diqka, edhe me thonë s'ka moj, jo. Zakonisht e keni parasysh kjo ndodh në disa situata që fshihet diqka që mi hes qafe pastaj grumbullin e njerëzve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vepruar ashtu. Deri në sasinë e fundit e ka shpërnda, po edhe me këta është sill mirë. Pra, edhe pse ata nuk janë sill mirë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e kanë shtyje, kanë bërë veprime të pahishme ndaj tij, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka arsyetuar edhe o sjell mirë edhe u ka shpërnda me gjithë ato trysni që ja kanë bërë. E është një kategori e tretë e njerëzve, të cilët një numër i tyre kanë qenë dyftyrsa, që fatkeqësisht edhe e kanë akuzuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për padrejtësi. E me këta i dërguari i Allahut ka qenë i ashpër. Dhe tregohet prej tyre ka qenë një person që ka pas emrin Dhul Khuwaisira min Bani Tamim, prej fisit Tamim, që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe e ka qortu, edhe i ka thonë, ja Rasulullah i'dil, o i dërgumi i Zotit, maj drejtësi. Pra, me një fjalë e ka qortu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam maj drejtësi, edhe në një formë një lloj akuze se nuk jetu të mbaj drejtësi. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hidhrohet. Po nuk hidhrohet për veten e tij. Se gjithmonë kemi thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë egoist që është hakmar për personalisht me dikën. Po hidhrimi nëse është hidhru në një situatë apo në ndonjë rrethon ka qenë për çështjet akuzës që ndërlidhen me fen. E tash ta akuzosh të dërgumin e Zotit për padrejtësi, atëherë kjo nuk kupton që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë i dërgumi i Zotit emanexhi. Ai e ka përcjell emanetin prej Zotit madhërisht, ka qenë besnik, fjalën e Allahut madhërisht e ka përcjell njerëzve, apo edhe me ardh dikush edhe me akuzu në personalitetin e tij, kjo nuk është diçka që ka të bëjë me egon e tij, po ka të bëjë me atë për cilën e ka ngarkuar Allahu i Madhërisht, pra për cilën e emanet. Prandaj edhe është hidhru, edhe e ka qortu, i ka thonë wejhak, wejlek, thot mirë për ty, e kush mundet me kanë i drejt nëse unë nuk jam i drejt. Edhe e ka qortu shumë me këto fjalë, sa që njëri prej sahabëve që ka qenë afër ka thonë, i dërgumi i Zotit ma lejo t'ja hjeko kryt. Se kjo akuzë nuk është diçka e falshme. Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë dal për arsye se nesër mos thojnë njerëzit që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam po i vret shokët e tij. Edhe kjo është shumë e rëndësishme me pas parasysh, për shkak se vërtet korrektësia Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ndaj të gjithë njerëzve nuk ka dashur me dhënë edhe që me thonë një lloj arsyetimi ose një lloj shkasje dikujt që në të ardhmen, ndoshta qoftë edhe në këtë kohë, me akuzu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se ka qenë diktator, që njerëzit s'kan guxuar me fol para tij e kështu me radhë, prandaj edhe nuk e ka pa këtë akt, pra nuk ju ka dhënë material njerëzve që ta akuzojnë ndoshta të ardhmen, mund me kanë kohën bashkëkohore që mundohet me gjetë çdo situatë, çdo rrethon për miu shkas për me ul personalitetin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë thotë jo, për arsye se njerëzit mundet me thonë që i dërguari i Allahut ka vrarë shokët e tij. Shokët e tij është person ata njerëz që e kanë shoqëruar, e prej tyre ka qenë edhe ky. Por e dim që ky ka qenë prej munafikave. Pastaj thotë edhe një fjalë që vazhdon prej kësaj, thot da'hu, le thot, fa inna lahu ashaban yahqiru ahadakum salatahu ma'a salatihim. Thot le, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, le këtë njeri për arsye se vërtet ky ka disa njerëz që do ta shoqërojnë dhe do të jenë si ky, në disa transmetime ka ardhur pasardhës të tij, domethënë kuptohet që është prej tyne do të rrjedhë njerëz, prej fisit të tij, prej pasardhësve të tij, ose njerëz domthonjë që kanë ide sikurse ky, domthonjë gjitha kuptimet mundet me i pas, thot që do të ketë njerëz sikurse ky, që nëse ndonjëri prej juve e sheh namazin e tij, do ta nënvlerësoj namazin e vet. Me një fjalë, aq do të manifestojnë kulmin e përkushtimit ndaj Zotit Madhërisht. Pastaj thot wasiyamuhu ma'a siyamihim. Edhe agjerimin e tij do ta nënvlerësoj kur e sheh agjerimin e tyre. E lexojnë, ta keni parasysh këtë, thot, e lexojnë Kur'anin të tillët
mirë po ai lexim që mundet me qenë i mirë, nuk do të shkoj ma shumë se tek fyti i tyre. Me një fjalë do t'jetë vetëm lexim, jo lexim me meditim edhe kuptim të asaj çka ka thënë Allahu i Madhreshëm. Yamraquna min al-islami kama yamraqu as-sahmu min ar-ramia. Thotë të tillët do të dalin prej fesë, sikurse del shigjeta prej harkut. E keni parasysh kur e gjun me shigjet harku, me hark shigjetën, qysh del shpejt. E keni parasysh zakonisht në për video sene qysh del, thot në çast formë këta çast shpejt dalin prej fesë. Dhe ky hadith faktikisht aludohet për grupin më të njohur të muslimanëve apo sektin më të njohur të muslimanëve, Havarizhët, që njihen me terminologjinë Havarizh, që në fakt janë grupacioni, sekti i parë që kanë dalë prej grupit të sakt, prej ehli sunetit. Pra këta kanë dalë para shijave, para mu'tezilive, domthonë janë Havarizhët, që kanë dalë pra në kohën e Aliut radiallahu ta'ala anhu është vrejt ashiqare gjendja e tyre. Inshallah do të flasim ndoshta kur ta përfundojmë sirën më konkretisht për këtë grup të devijum, nëse marrëm disa kapituj që ndërlidhen me historinë e pejgamberit, historinë e muslimanëve mas ndrimit të jetës së pejgamberit sallallahu, pra historinë e 4 halifëve, mund ta shpjegojmë më detajisht, po ajo që po na intereson neve në këtë rast është ajo se si pejgamberi sallallahu i ka përshkruar këta njerëz. Pra nuk do të kesh vrejtje në fenë e tyre, me një fjalë në adhurimin të cilën e kryen ata, në namazin e tyre, në agjerimin e tyre, në leximin e tyre të Kuranit, e kështu me radhë, mirë po, në fakt e tërë kjo është diçka sipërfaqësore, po në esencë është keqkuptim edhe devijim edhe teprim i asaj që ka ardhur Islami me të. Prandaj edhe po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të dalim prej fesë sikurse del shigjeta prej harkut. Sikurse që del shigjeta prej harkut. Pra edhe aludohet në këta njerëz që pra njihen sot fatkeqësisht edhe në kohën bashkëkohore shumë është aktuale gjendja e tyre, neve në terminologji tash i njohëm edhe me termin tekfirin, domthonnë që na e thojmë tekfir, pra njerëz të cilët i bëjnë muslimanët, i trajtojnë jo besimtar apo i qesin prej fesë për disa veprime të caktuara. Pra e kanë një lloj, me thonë, një lloj formule, 3-4 pyetje, kryesisht janë pyetja e votimeve zakonisht, ose pyetja e gjykimit me ndonjë ligj tjetër përveç Allahut, ose domethënë 3-4 pyetje filan njeri apo filan tjetri e kështu me radhë, dhe nëse në ato përgjigje jep ti një përgjigje që nuk përputet me atë që ai e mendon, me njëherë qet pej fesë. Edhe thot ti ke dalë pej fesë, fatkeqësisht ka pej tyne që ndoshta edhe nuk falen në xhamitë e muslimanëve. Dhe kjo është realiteti që përjetojmë, edhe për këtë shkak unë jo qëllimisht pra po flas për këtë rrethan edhe për këtë fenomen, për arsye se fatkeqësisht shumica e atyre të cilët bin pre e kësaj fitneje janë djemë të ri, të cilët ndoshta nuk e njohin fare ç'është duhet mësimet islame, apo i njohin edhe jo ç'është duhet, mashtrohen me disa formulime që ata i kanë shumë, që gjykimi i takon vetëm Allahut, nuk bën me qit kërkon para Allahut, e kështu me radhë, dhe e i marrin disa formula, me thonë kushtimisht, edhe konsiderojnë që këtë feja është matematik. 2 + 2 bujnë 4 edhe u kry. Edhe çdo njeri që e thot këtë fjalë ka dalë prej fesë. Madje edhe nuk shojnë në elaborimin e qëllimit, synimit, zemrës edhe synimit, për arsye se na e dim që feja në rend të parë është diçka që ka të bëjë me zemrën e njeriut, me bindjen e tij. Pastaj vijnë sende tjera. Fatkeqësisht prej kësaj janë një grup i besimtarëve që musliman do të me pas kujdes edhe me urujt kësaj sprove edhe me smera, pra thash pak më herët i kanë disa pyetje të caktuara edhe në bazë që asaj me njëherë kupton a nën ka këto mendime tekfirit apo jo,
pra votimet, gjykimi i takon vetëm Allahut, e kështu me radhë, pra 3-4 pyetje, mund me qenë edhe më konkrete për disa njerëz caktuar mundet me të pyet, edhe deklaron se a je musliman apo je që ke dalë prej fesë. Pra esenca këtyre njerëzve buron nga ky njeri që e ka paralimru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në hadithe tjera ka fol për ta, po inshallah do të flasim kur flasim për xhavarixhet në përgjithësi. Pra e bana këtë ndamje për me u kthy gjithashtu edhe në esencë që vërtet veprimet e njerëzve dhe thanjet e tyre në rend parë shikohen nga burimi i tyre, nga zemra e tyre. Prandaj edhe e bëra këtë klasifikim e atyre njerëzve që edhe sahabët, ensarët, ma konkretisht, kanë manifestuar një lloj pakënaqësie, apo do të me kanë real, në disa raste, edhe në marrëveshjen e Hudejbis, e kemi shpjeguar shumë qartë, që nuk është që jënë bindë shumë qartë, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë pe nënshkruajmë edhe pe bëjmë tavafin domthon rreth pemës, nuk kanë qenë bindun, apo, edhe nuk kanë qenë shumë të kënaqur. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka arsyetuar për arsye se zemra e tyre nuk ka qenë që kanë lëviz nga besimi, asesi. Po pakënaqësia ka qenë ndërlidhur me fenomenin e rrethanës caktuar. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka arsyetuar dhe pastaj edhe i kanë rënë pishmani Omeri prej tyre të tjerët, edhe po jo nuk kanë ardhur në atë nivel, për shkak se besimi i tyre dhe bindja e tyre, zemra e tyre nuk është që ka lëviz. E njëjta ka ndodhur edhe me çështjen e ensarve, apo, që faktikisht nuk kanë mujt me u bind, edhe kanë një vetëm anashkalum edhe të mërzitun, pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ju jep atyre njerëzve që sot kanë hinë fe, apo dje kanë hinë fe, ana jem me vite, është një lloj anashkalime. Po pastaj, pra fillimisht, ky paragjykim, me thonë kushtimisht, se ka qenë në një formë apo tjetër paragjykim, ka qenë një arsyetum për arsye se zemrat e tyre kanë qenë qeta. Nuk është që zemrat kanë lëviz nga feja, nga bindja, nga respektin ndaj pejgamberit, larg asaj. Prandaj edhe janë arsyetuar. Për dallim me këtë njeri edhe shembullin e këtyre, të cilët pra kanë filluar me akuzu në formë të drejt për drejt personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, pse po e bëj këtë ndamje, për me e kuptu se sa e rëndësishme në islam është çështja e bindjes edhe zemrës së njeriut në çështje të fesë. Për këtë edhe e bëra këtë ndarje për me e qartësu se vërtet nga njëherë veprimet mund me kanë të njëjta, po gjykimi karshi atyre veprimeve ndërlidhet me gjendjen e zemrës së personit që i kryen ato veprime. E keni parasysh, e kjo është rëndësishme me e kuptu besimtari. Kalojmë në pikën tjetër, ajo është që, pra po vazhdojmë tek zhvillimet, thamë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shpërnda pasunin, robrit e luftës e kemi shpjegu që ja u ka kthy fisit Hawazin në përgjithësi, për arsye se janë kthy, janë pendu, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u ka kthy edhe kemi shpjegu si ka qenë marrëveshja, edhe tash është gatishmëria për çka? Për mu kthy në Mekë. Edhe vendos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mu kthy në Mekë në Xhi'rane. Edhe aty i vesh ihramat edhe fillon me bë umrën. Umreja e parë ka qenë kur e ka bë marrëveshjen e Hudejbijës, o vesh me ihrama, edhe ka thonë që kina me shku me bë umrën. Edhe kur kanë mërri, si kanë lanë me hy, edhe çka ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë nuk po mundem me hi si vjet, do ta krym umrën duke u sill rreth Bejatu Ridwan, domthon rreth asaj pemë, domthon edhe i kanë hjek ihramat, apo edhe ka e ka therr kurbanin që ka marrë me vete, edhe është vesh, edhe sipas unanimitetit të ulemave, edhe kjo është konsideru umre. Edhe pse s'ka arrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Qabe, për shkak të pengesës edhe mos arritjes, edhe kanë konsideruar që kjo ka qenë umre e parë. Umre e dytë ka qenë kur e ka bë umrën kaza, apo kur ka shku edhe ka bë këtë umre, pra që i ka pas 3 ditë që ka prezentu aty, po,
Dhe kjo ka qenë umreja e dytë. Umreja tjetër, kur ka hinë çlirimin e Mekës, a ka bo umre? Jo, s'ka bo umre. Se ka qenë i veshur me tesha. Për shkak se kanë qenë do thot në çlirimin e Mekës kur është fut, nuk është fut për me bë umre, është fut se ka pas mundësi me pas rezistencë edhe me u zhvillu luftë. Apo edhe për atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka bë umre, po është fut me teshat edhe me armatim, edhe është fut pa bë umre. Edhe ka qëndruar në Mekë pa e kry umren. Derisa ka dal prej Mekës, ka shku në Hunain, ka shku në Taif, edhe tash po kthehet dhe kjo është umreja e tretë që është vesh me ihrama edhe po hin me bë umren. Apo? Dhe kjo është e treta. Edhe umreja e katërt ka qenë kur e bën haxhin lamtumirs, që e bën haxhin edhe umrën së bashku, dhe kjo i ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka bë 4 umre edhe një haxh. Dhe kjo është umreja e tretë. Pra veshet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me teshat me ihram, edhe fillon me u fut në umre, me bë umrën, edhe e kryn umrën aty. Dhe ndoshta është edhe një meselë që është e rëndësishme me e trajtuar në këtë rast, për arsye se vërtet fatmirësisht tash rrethanat janë bë aktuale në kohën bashkëkohore, mundësia me bë umre, muslimanët në të kaluamën ka qenë më vështirë, ose edhe ndoshta edhe nuk ka qenë aq vështirë, po s'kan pas një vëdijsim nivelit, fatmirësisht tash është mirë. Nuk është diçka që kjo duhet qortu ose mohu ose me thonë çka është domon gjithë këto umre apo sa shpesh, se kam dëgjuar disa rrethana në disa situata që disa prej njerëzve, mos them ndoshta ndonjë hoxha aty këtu që mundet me thonë pse me bë umre kaq shpesh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në hadithe të shumta nxit njerëzit që kanë mundësi me bë umre. Ka hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot umreja pe umres është falje gjunaheve. Edhe nëse ka mundësi besimtari, mundësi materiale, edhe mundësi fizike, është mirë me bë umre. Posa që në kohën bashkëkohore, që shumica njerëzve tash kulturë e tyre është me udhëtu, shkojnë nëpër perëndim, nëpër Evropë, nëpër vende ndryshme, shetisin, s'len vend pa shku, edhe kur vjen pyetje me shku në Mekë, jo tash mos shko. Është do thotë jo e logjikshme kjo qasje. 100 herë është ma mirë me shku në Qabe e me bë umre, se sa me shku 100 herë, s'po thëmë në Evropë, po edhe në Stamboll. Pra arsye se Stambollin tash e kena bë shprehi, ndoshta që shkojnë shumë shpesh edhe konsiderojnë diçka, e lidhëm ndoshta edhe pak me fe, që ka xhamia, falëm dikun në vend musliman e kështu me radhë, nuk po du me mohu, me thonë mos shkoni, domethënë këto është brenda rrethanave dhe situatave mundësive të njerëzve, po shumë më mirë është nëse ka mundësi njëri me shku në umre, ndoshta gjatë vitit apo 2-3 vite, hiç mos me shku në Stamboll, që shkon ndoshta 2-3 herë brenda vitit, edhe mi ruaj çato pare me çato pare me shku në umre, se sa me shku disa herë në Stamboll e mos tëm nëpër Evropë, edhe me harxhu pare, e tani kur është në pyetje me shku në umre, me thonë, jo Allah tash, mos shka se shumë, zban shpesh me base, po bën harxime. E me shku në Stamboll, s'po bën harxime, ose dikon tjetër. Prandaj kjo është e rëndësishme me pas parasysh, që muslimani i cili ka mundësi, mos ta neglizhoj, posaçërisht mundësi materiale, duke mos lënë keq, e kam fjalën familjen, e rrethanat e në përgjithësi, është mirë me bë, dhe kjo ka qenë edhe praktike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na po e shohim se vetë udhëtimi që e ka bë pejgamberi prej Mekës në Medinë është një udhëtim jo i shkurt, jo i pak i mundimshëm, sikurse na ndoshta që e zhvillojmë me aeroplan në kohën bashkëkohore. Kjo ishte çështja e parë. Çështja e dytë, për shkak se ne nganjëherë edhe i shpjegojmë, nganjëherë jem mundu me i shpjegu disa çështje që ndërlidhen me situatën dhe me rrethanën dhe dispozitat në përgjithësi të muslimanëve. Kjo ka të bëjë me çështjen a lejohet besimtari në një udhëtim mi bë disa umre. E keni parasysh, ke shku për shembull në umre në Qabe, edhe tash kime nejt për shembull 4-5 ditë, apo 6 ditë, apo 10 ditë në Qabe, a lejohet tash me dal prej Qabes edhe me bë umre disa herë, apo nuk lejohet? E keni parasysh.
Parimisht është e lejume. Nuk ka gjatë keqe nëse don besimtari me bë umre në një udhtim disa umre, për shembull e ka kry umrën e parë, edhe tash don me bë nesër, mas 2-3 ditë me bë umre tjetër, nuk ka të keqe me përsërit umrën. Po ajo që është e njohur në përgjithësi tek praktika e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabeve është që nuk ka qenë pjesë e veprimtarisë së tyre ripërsëritja e shumë umreve me një udhtim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për shembull ka qëndruar në umrën e Kazas, vetëm një umre ka bë, edhe pse ka qëndruar 3 ditë. Ka mujt me dal. A e keni parasysh, po ka qëndruar 3 ditë, vetëm një umre ka bë. Edhe në këtë udhtim, vetëm këtë umre ka bë. Pra nuk është që masi që është fut për shembull në çlirimin e Mekës, ka ndajt sa ditë kemi thonë? 17 ditë, disa kanë thonë 19 ditë, s'ka dal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bë umre prap. Po ka qëndruar, e ka fal namazin në Qabe, 5 kohë i ka fal aty, nuk ka dal me bë umre prap. E keni parasysh. Po lejueshmëria e kësaj ndërlidhet me një ngjarje që ka ndodhur me Aishën radhiyallahu ta'ala anhu në haxhin Lam Tumirs, kur Aisha e ka bë haxhin, faktikisht kur është nis edhe ka dashur me bë haxhin Aisha së bashku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ata e kanë bën njëtin me bë umrën edhe haxhin së bashku. Domthon njëti, ju e keni parasysh, janë 3 njete në haxh, dy prej tyre është umrën edhe haxhin me bë së bashku. Edhe Aisha e ka bë këtë formë të haxhit, qiran, që edhe umrën edhe haxhin me bë së bashku. Por gjatë udhëtimit i ka ardhur cikli Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Edhe s'ka mujt me bë umrën në fillim. E keni parasysh? E ka vesh ihramat, do më ka rregulla, dispozita, po çka po du me e përmend që Aisha në këtë udhëtimin e haxhit nuk ka arrit me bë umrën për arsye se i ka ardhur cikli, edhe vetëm në kohën e haxhit e ka mri mu pastru edhe e ka bë haxhin. Edhe kur e ka kry haxhin, edhe kur janë nis mu bë gati pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe sahabët me mu kthy për Medinë në haxhin Lam Tumirs, e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aishën duke qajt. Edhe i ka thonë, çka ka? Ka thonë, oj dërguari i Zotit, po mërzitna, ka thonë që krejt jo, po kthehni edhe me umre, edhe me haxh, kurse unë veç me haxh, s'ku mujt me bë umrën. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i bën e mshiron në këtë gjendje, edhe e thirr vllajën e saj, Abdurrahman ibn Abi Bekr, që ka qenë së bashku me musliman, edhe thot merre motrën tane, edhe dërgoje tek Tenaim, është një kufi për banorët e Mekës, që kur dojnë me bë umrën, mu vesh aty, ka thonë çoje tek ai veni, le të bën jetë për me bë umrën, edhe le të hynë në ihram, për arsye se gruaja nuk vesh ato peshkirat, mirë po hynë në ihram, edhe bën jetë, edhe thot bire edhe le të bën umrën, edhe le ta ketë edhe një umre në këtë udhtim. Edhe Abdurrahman ibn Abi Bekri e merr Aishën edhe e bojnë umrën, edhe Aisha ja gëzohet edhe e fiton domosdoshmë atë që bën edhe haxh edhe umre. Dhe kjo ngjarje është piknisje e lejimit të përsëritjes së umrës nëse je brenda në Mekë. E keni parasysh. Por prap po them, jo me bë shprehi sikurse disa që e bëjnë brenda ditës ose gjatë tërë kohës sa qëndron në Mekë, veç të në kohën shkon e vjen të bë umre. Domthonjë kjo nuk është diçka që e preferojnë ulemat. Mundet me kanë situata rrethana, për shembull e ki babën, e ki nanën, ndoshta të kanë vdek, edhe s'kan bë kur umre, edhe don për ta me bë. Ose s'ka mujt me ardh, ose s'po mujt me ardh dhe don me bë për ta, ose dikush të ka porosit, ose na i motër, na i vlla, e kështu me radhë, në këtë rrethan don me bë një veprim për ta, atëherë nuk ka dyshim që lejohet. Por jo me kon shprehi që me e tepru edhe me dal në atë ekstremin tjetër. A keni parasysh? Prandaj kjo është do thotë e rëndësishme me pas parasysh edhe e shpjeguam për shkak të numrit të umreve që i ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kalojmë në pikën tjetër.
Pra, pejgamberi sallallahu e bën umrën, futet, e bën umrën, e kryn umrën, edhe mas umrës e cakton një mëkëmbs, një zavens të Mekës, ai ka qenë Atab ibn Usaid. Atab ibn Usaid ka qenë një person djalë i ri, e kishte pranu islamin në atë kohë, prej banorëve të Mekës, atë e cakton mëkëmbs me nejt në Mekë, edhe ai së bashku me ansarët, së bashku me muhaxhirët kthehen për në Medinë. Kthehen për në Medinë. Dhe kjo është domosdoshmë ngjarja që ka ndodhur në këtë rast, kur kthehen për në Medinë, prej ngjarjeve që ndodh në këtë rrethon është edhe se një person që ka pas emrin Ka'b ibn Zuhair ibn Abi Salma. Ky ka qenë një poet. Ka'b ibn Zuhairi ka qenë një poet i njohur i Mekës, afër Mekës ka banu, po ajo që ka shumë ma i njohur se ky ka qenë baba i tij. Pra, Zuhairi ibn Abi Salma është njëri nga poet më të njohur në historinë e arabëve në përgjithësi. Pra, ky ka jetu para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kohën e ignorancës, po poezia e tij edhe sot në histori konsiderohet një nga poezitë më të forta, më të mëdha që i njeh historia arabe. Se arabët i thonë muallaqatus sab'a, 7 poezi që ju kanë quajtur muallaqat, domthonjë që janë më të jashtëzakonshme dhe më të mëdha, e njëri prej tyre është do thotë poezia e këtij Zuhair ibn Abi Salma. E djali i tij gjithashtu ka qenë poet, edhe e ka pa domethënë ka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka pas ato dyshimet a me pranu islamin apo jo, mirë po nuk e pranon islamin në fillim. Edhe si zanati poetëve e ka fy pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe muslimanët në disa poezi. E ka fy islamin, e ka fy, edhe ka qenë një prej atyre njerëzve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka fal. E keni parasysh, pra ka qenë i kërkuar për shkak të kësaj vepre që e ka bë karshi islamit edhe muslimanëve në përgjithësi. Edhe masi që çlirohet Mekëja, edhe fillon përhapja e islamit në syudhesën e Arabisë, ky mërzitet. Edhe do të me pranu islamin, mirë po friksohet që tash qysh me shku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që une shumë të këqija i kumbo atij. Edhe s'din çka me bë, edhe njëri prej njerëzve që e kishte të afër thotë dëgjoj thotë. Unë e njoh këtë njeri, këtë pejgamber të Zotit, kur nuk ka ndodhur që dikush me shku i pendum tek ai edhe mi dal përballë edhe me e mbyt. Nuk ka ndodhur. Thotë prandaj edhe ti shkoj, afroju edhe kërkoj pendes tek ai, edhe ai do të fal ty. Edhe ky çka bën? Shkon, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e njihte në fizionomi, nuk e njihte kush është. E kishte një zanin kush Ka'b ibn Zuhairi, edhe poezinë e tij që e ka shoh edhe e ka ofendu islamin e muslimanëve e dinte, po cili është në fytyrë nuk njihej. S'ka pas si në këtë kohë fotografie, video, sende që mu njoft njerëzit. Po zanin ja kishte një. Edhe ky shkon edhe përzihet me muslimanët edhe fali namazin, edhe masi që të kryet namazi, i afrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë o i dërguar i Zotit, çka thu për një njeri që është Ka'bi, që e ka ofendu muslimanët edhe islamin në përgjithësi, edhe të vjen del para teje i pendum edhe e pranon islamin, a do ta falshe? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si zakonisht, thot do ta fali, ç'a më bë, ku më fal? Thot atëherë unë jam çaj. Edhe kur e kupton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri prej atyre që ka qenë afër, s'ka qenë Omeri, transmetohet që ka qenë Omeri, ka thonë i dërguar i Zotit, t'ja heku kryt. Ka qenë prej ensarve. Ky ka qenë prej ensarve, thotë t'ja heku kryt. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e lejon, e ndalon, thotë është pendu, ka ardhur edhe kjo nuk ka rikthim tash, e kemi fal. Edhe aty në atë moment e thot ky një poezi që e lavdron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, përmendën në histori poezia të cilën e thot. Dhe thuhet në disa transmetime që në atë përcjellje të poezisë nuk i përmend ensarët. Për shkak që ja merr një farë inoti që ka dosh me myt ky ensari, edhe një farë jo urrëtie ashiqare, po një lloj anashkalimi tyre. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë që
ti përmend edhe ensarët në poezinë e tij për arsye se janë njerëz të mirë. Edhe pastaj edhe i përmend në poezinë e tij edhe ensarët. Pra edhe kjo ngjarje përmend që zhvillohet në këtë situatë, në këtë rrethon, prej ngjarjeve tjera të cilat zhvillohen në këtë kohë, faktikisht që është edhe është për qëllim viti i sat, i 8 hijrit, apo? Jemi në vitin e 8, është bërë çlirimi i Mekës, janë disa ngjarje që kanë ndodhur, prej atyre është edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam martohet edhe me një grua, ai ka pas emrin Fatime bin Dahhak. Mirë po është interesant me këtë grua kur martohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë vit, pra në vitin e 8 hijrit, kur futet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhëndër, kjo gruaja e thot një fjalë A'udhu billahi mink, që kuptimi i saj thot po kërkoj mbrojtje prej Zotit prej teje, domthonë një lloj kërkimi kërkon Zotit me mbrojt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot laqad udhta bi'azim, thot ke lyp mbrojtje prej dikujt që shumë i madh, Allahu i madhërisëm. Prandaj thot unë s'po të afrohna, edhe e ka dhënë atë moment. Pra nuk ka vazhdu, pra e ka shkurorzu këtë gru për shkak të kësaj rrethane, edhe kësaj kërkese të saj, tash e ka bë me qëllim, a ka pas interesim apo s'ka pas interesim, Allahu e di më së miri, mirë po e ka ndan atë moment, edhe kjo përmendet, ky hadith dhe kjo ngjarje, edhe tregohet pastaj kjo gruaja është pendu shumë, i ka ra pishman, edhe është mundu me përmirësu, mirë po kjo ka qenë diçka që e ka kalu, nuk është që ajo ka dalë pe fesë, ose që ka bërë ndonjë mëkat që ka, por nuk ka qenë nafak, nuk e ka pas pra nafak që me qenë gru e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo ka qenë ajo rrethana që ka ndodhur në këtë vit. Prej ngjarjeve të tjera të cilat kanë ndodhur në këtë vit ka qenë edhe, e keni parasysh Ebil As ibn Rabi', dhëndri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, burri i vajzës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Zejnebes. Zejnebja ka qenë vajza ma e vjetër, ma e madhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila faktikisht ka pambet në Mekë kur ka bë hijrat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk ka mujt me ardh. Derisa në betejën e Bedrit që ky Ebil As ibn Rabi është zonë rob, apo edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku nga familja e tij që me bash pagim. Edhe kur e ka pru parët me bash pagimin, Zejnebja që ka qenë Mekë, ende ajo ka qenë muslimane, po ende s'ka pat bë hijrat, s'ka mujt me bë hijrat, e ka pru edhe një qafore të Hatixhes që e kishte marrë Zejnebja, që e kishte marrë prej nanës saj, edhe prej shumës të parëve që ja kishin grumbullu familja e As ibn Abi Rabi', Ebil As ibn Rabi', ka qenë edhe kjo qafore. Edhe kur e sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mallëngjehet. Edhe refuzon, domthonë nuk ja pranon zemra me marr atë pasuni, domthonë qaforen, edhe i thot shokëve të pejgamberit, domthonë sahabëve thot, unë kisha propozu edhe çka jo mërmenet që me lshu këtë njeri, pa e marr këtë kompenzim. Për arsye se domthonë është mërzit kur e ka pa atë qafore. Atëherë sahabët automatikisht pranojnë edhe e lshojnë këtë njeri dhe kthehet në Mekë, edhe e merr atë qaforen e pasurinë në përgjithësi, mirë po ja kushton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se si të mrin Mekë me e nis Zejneben si kompenzim me leju Zejneben me bë hijretin, apo edhe ajo e bën hijretin edhe kthehet, pra ata jetojnë të ndaras. E kemi përmend këtë ngjarje, po e përsëritëm në këtë situatë për arsye se është e rëndësishme me pas parasysh edhe lidhjen atij mozaiku që e kemi përmend disa herë, pak para çlirimit të Mekës, edhe një herë zinet rob ky As ibn Abi Rabi', edhe një herë zinet rob. Gjatë udhimit për në Sham, ka marrë një pasuri, një mall që për me bë tijaret, edhe ja marrin këtë pasuni, pra ja marrin muslimant, pra e gjojnë këtë karavan, e marrin, e rëmbejnë, ky ik mirë po mas i kohe,
s'kish ka me shku edhe natën mramje, vjen te Zejnebja, gruaja e tij, edhe i kërkon mbrojtje. Edhe Zejnebja në mëngjes, namaz sabahut, e kemi përmend, kur e ka kry pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sabahun, del para xhamatit edhe thot unë e ku marr në mbrojtje Abil As ibn Abi Rabia. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse s'kishte dijeni, e merr përsipër këtë mbrojtje, apo edhe pse ka qenë gru, edhe domethënë e kemi shoshit këtë mesele, edhe pasi që ta pranon, prap mallëngjehet, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si respekt e lëshon, pra nuk e lufton, e lëshon edhe ja jep edhe pasurinë që ja kanë konfisku, edhe kthehet Abil As ibn Rabia, kthehet në Mekë, edhe ato pare, edhe atë pasuni që kishte marrë prej Mekasve për me bë tijaret, ja kthen secilit. Domthonjë që e ka pas, secilit hisën e vet, edhe masi që te kryen thot, a ka dikush që i kom bërç e që s'ja kum kthy, të gjithë thojnë që e ke shun vend këtë përgjegjësi që e ke marrë, atëherë thot unë pe këtij momenti jam musliman, edhe kthehet tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe pranon islamin. Pra kjo ka ndodhur në këtë vit. Po gjithashtu edhe në këtë vit ka vdek kjo gruaja e Abil As ibn Rabi Zejnebeja, pra vajza pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo ka qenë vajza më e madhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj ka qenë Ruqia, pastaj ka qenë Kulthum. Edhe vajza e katërt është Fatimia. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pas 4 vajza edhe 3 djem, apo? Edhe Zejnebja ka qenë më e madhe. Në këtë vitin e 8 vdes. Kurse në vitin e, çka tham, në vitin e Bedrit ka vdek Ruqia. Në këtë vit pra vdes Zejnebeja, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mërzitet shumë për arsye se ka pas më për zemër. E përmend në disa hadithe, në disa, ndoshta që ka qenë më e madhja, edhe mërzitet shumë. Dhe është ajo për cilën ka thonë kur nga kjo ngjarje mirët edhe hadithi për pastrimin e kufomës, se si duhet pastruar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që pastrojeni 3 herë me ujë, pastaj të fundit e bëni e përzini ujin me kafur. Kafur është një lloj parfumi që është përdorur në atë kohë, edhe i ka mësuar sahabe gratë se si pastrohet kufomeja, dhe mirët nga kjo ngjarje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar në pastrimin e Zejnebes. Pra këtu ishin disa ngjarje që kanë ndodhur në këtë vit. Gjithashtu prej ngjarjeve tjera është edhe lindja e Ibrahimit, djalit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë vit. Në vitin e 8 ka ndodhur, ka lind prej kujt? Prej Maria el-Qibtije, prej Marijës që ka qenë robresh, që ja kishte dhënë mbreti i Egjiptit në atë kohë, pra e lind, dhe ky ka qenë gjithashtu një nga momentet më të gëzueshme për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thuhet që ka dalë kur e ka marrë vesh që ka djalë, është gëzu as shumë, edhe ka dalë, masi që i kishte vdek vajza, ka dalë edhe kune ka taku prej sahabe, ja ka tregu këtë gëzimin e tij, ka thonë, e kam një djalë edhe e kam emërtu me emrin e babës tem, Ibrahimit a.s. E dim do ngjarjen, do ta shpjegojmë se çfarë ka ndodhur pastaj me këtë foshnje, po në vitin e 8 Hijrit, pra e ka lind ky djalë, edhe është gëzu shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët në përgjithësi janë gëzu për arsye se ka qenë diçka e jashtëzakonshme, dhe kjo lidhet edhe me natyrshmërinë njerëzore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se të tjerët i ka pas vajza dhe ky ka qenë djalë. E ka pas edhe Kasimin që i ka vdek ma heret, po edhe ka qenë një gëzim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E dim, djali e ka do thot një rol, jo që ka bërë diferencime larg asaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po për shkak të këtij gëzimi përmendet në historinë islame që është gëzuar shumë, edhe pse ndoshta ky gëzim nuk ka zgjatë për shkak se pas disa muajve vdes Ibrahimi, djali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra këtu ishin disa ngjarje që kanë ndodhur në vitin e 8 Hijrit. Inshallah javën e ardhshme vazhdojmë me ngjarjen e Tebukut, daljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në betejën e Tebukut. Janë disa zhvillime të cilat ndërlidhen me këtë betejë. Takimi jonë inshallah javën e ardhshme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.